Të dashur bashkëdhetar, unë jam Erisa Bajaziti, jam njëra prej jush, një si ju, e rritur mes dy botëve, mes mundësisë që më dha bota e lirë dhe dhimbjes që më la malli për vendin tim. Malli për gjyshrit që presin një telefonat, për rrugicat e fëmijërisë, për Shqipërinë që çdo ditë më shumë po boshatisat, po hesht, po nxin nga mungesa. Sot Shqipëria është në rrezik të madh nga braktisja dhe shpopullimi, nga një qeveri që i përçmon njerëzit e saj, që i largon, që i ka kthyer vendin në një tokë të heshtur, pa të rinj, pa shpresë, pa jetë. Ky nuk është më thjesht emigrim. Ky është një largim me dhimbje, një shpopullim i heshtur, i vazhdueshëm, një spastrim që nuk po bëhet me forcë, por me zhgënjim, me premtime të thyera, me përçmim. Edi Rama ka braktisur prindrit tan, gjyshrit tan, që sot ulen çdo darkë në tavolina të heshtura, duke pritur lajme nga ne. Por a është kjo e drejtë? Absolutisht jo. Atëherë, pse duhet të pranojmë këtë gjë për prindrit dhe të afërmit tanë atë dhe? Ata meritojnë më shumë, meritojnë të trajtohen me dinjitet, me kujdes, me dashuri, jo me tallje, përqeshje apo braktisje. Unë flas sot si një bi, si një motër, si një nën. Flas si një shqiptare që e do vendin dhe njerëzit e saj, dhe besoj me gjithë shpirt se ne mund ta ndryshojmë këtë rrugë. Ne kemi forcën e shpirtit, ne kemi forcën e votës. Unë besoj tek ju, tek madhështia që fshihet mes jush, tek ata që nuk e kanë harruar se nga vinë, tek bitë e ndershëm të asaj toke që e din se ajo që kemi për vete duhet ta duam edhe për bashkëdhetarët tanë në Shqipëri. Partia Demokratike është me ju, jo me fjalë, por me vepra, duke filluar nga qëndresa e pashëmbullt e liderit të saj historik, zotit Sali Berisha. Deri tek krijimi i një programi serioz për të mbështetur çdo shqiptar, pavarësisht flamurit partijak. Ne do të bëjmë gjithçka që ju të riktheheni në vendin tuaj, si shpresë, si jetë për Shqipërinë që po shuhet. Taks 0% për 5 vite, politika që japin frymë lagjeve, shkollave, familjeve tona, që u kthejnë prindërve tanë fëmijët e tyre, që mbjellin jetë aty ku sot ka vetëm pritje. Unë jam njëri prej jush dhe bashkë me ju dua t'i jap zë atyre që s'kan më zë. Dua t'u jap zemër atyre që janë lodhur duke pritur, shpresë atyre që ende nuk kanë ikur. Unë besoj se bashkë mund të ringjallim këtë vend. Tani është momenti ta kthejmë Shqipërinë në madhështinë e saj. Ta bëjmë Shqipërinë bashkë madhështore. Ju falenderoj, ne fitore.